Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë me ju një letër që është një letër shumë e dhimbshme. Është një letër para vdekjes. Këtë letër e ka shkruar një djalë i cili ka vuajtur nga kanceri, por nënës së tij nuk i ka treguar. Dhe gjatë kohës kur ka qenë duke u kurruar nga kjo sëmundje e keqe që fatkeqësisht po merr shumë jetë, ai ka lënë një shkrim që në fakt nëna ka vendosur që ta ndanë sot për të shprehur edhe dhimbjen e saj. Letrën e ka nisur me "E dashura ime nënë". Nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se unë nuk jam më pranë teje. Do të thotë se kjo letër ka bërë udhëtimin që unë nuk munda ta bëj deri në fund. Do të thotë se valixhja ime është kthyer në shtëpi, por unë nuk jam kthyer. Më fal nënë. Më fal që po ta them të vërtetën vetëm tani. Për vite me radhë të kam folur në telefon me zë të qeshur. Të kam thënë se jam mirë. Se puna po ecën. Se lodhem pak, por gjithçka është në rregull. Ti më pyesje gjithmonë, "Bir, a je mirë?" Dhe unë përgjigjesha, "Po nën, jam shumë mirë." Por ishte gënjeshtra më e madhe që kam thënë ndonjëherë. Nuk e bëra sepse nuk të doja, por përkundrazi nuk ta tregova sepse të doja më shumë se jetën time. Gjithçka filloi disa vite më parë në Itali. Fillimisht mendova se ishte lodhje. Punoja shumë, net pa gjumë, turne të gjata, trupi më dhimbte, humbje peshe, më merrej fryma. Dhe një ditë shkova për analiza. Ajo ditë ma ndryshoi jetën krejtësisht. Mjeku më uli përballë tij dhe më tha fjalë që askush nuk dëshironte që ti dëgjoj. Ke kancer. Mu duk sikur u ndal koha. Nuk mendova për veten. Mendova për ty. Mendova për duart e tua të rudhura nga puna. Mendova për sytë e tu që më kanë pritur në derë sa herë që unë jam kthyer. Mendova për netët kur nuk flije derisa të dëgjoje zërin tim. Dhe atë ditë vendosa që të hesht. Vendosa të luftoj vetëm, të mos ta rëndoj zemrën. Ti kishe kaluar mjaft dhimbje në jetë. Babai iku herët, varfëria na shoqëroi për vite. Ti sakrifikove gjithçka që unë të bëhesha dikush. Nuk mundesha të shtoja edhe këtë plagë. Prandaj kur më pyesje, "Bir, pse je dobësuar?" unë qeshja dhe thosha, "Kam bërë dietë." Kur më pyesje pse kollitesh, thosha, "Është grip." Kur më pyesje pse zëri yt duket i lodhur, thosha, "Kam punuar shumë." Por e vërteta ishte se po luftoja çdo ditë me vdekjen time. Shpesh dilja nga spitali dhe ulesha vetëm në një stol. Shikoja njerëzit që po kalonin, familje, fëmijë, nëna që mbanin djemë të përdore. Dhe lotoja. Lotoja sepse më mungoje. Më mungonte shtëpia, më mungonte aroma e bukës që bëje. Më mungonte zëri yt kur më thërisje nga obori. Më mungonte gjithçka. Por nuk doja të kthehesha i sëmur. Doja të kthehesha fitimtar. Doja të të përqafoja dhe të të thosha, "Nën,
unë ja dola. Fatkeqësisht nuk ja dola. Kanceri ishte më i fortë. Mjekët provuan gjithçka. Ilaçe, kimioterapi, trajtime, shpresa, lutje. Por dita ditës po e ndjeja se trupi im po dorësohej. Dhe atëherë vendosa të shkruaj këtë letër, sepse kisha frikë se do të ikja pa të thënë ato që zemra ime i ka mbajtur për vite. Nën, mos qaj shumë për mua. E di që do të qash. E di që do të më kërkosh në çdo cep të shtëpisë. E di që do të shikosh telefonin duke pritur një telefonat që nuk do të vi më. Por të lutem mos e lër veten të shuhet. Jeto. Jeto dhe për mua. Dil në obor. Ujt lulet. Fol me fqinjët. Shko në varin tim dhe më trego lajmet e fshatit siç më tregoje gjithmonë. Unë do të dëgjoj. Ndoshta jo me vesh, por me shpirt. Kam një amanet, mos e fajso veten. Mos thuaj kur si kur ta dija, mos thuaj si kur ta kisha marrë pranë. Mos thuaj si kur ta shpëtoja. As kush nuk mund ta ndryshonte fatin tim. As ti, as unë, e as mjekët. Kjo sëmundje ishte betejë ime, dhe unë e luftova deri në frymën time të fundit. Kam edhe një lutje tjetër. Mos i ure emigrante që ikin. Mos i gjyko ata që largohen. Sepse pas buzëqeshjeve të tyre shpesh fshihen plagë që askush nuk i sheh. Edhe unë buzëqeshja, por brenda meje kishte frikë, dhimbje, vetmi. Net kur mendoja se nuk do ta shihja më mëngjesin. Net kur shtrëngoja fotografinë tënde dhe qaja si fëmijë. Nën, të kujtohet dita kur u nisa për në Itali. Ti qaje fshehur azi. Unë bëja sikur nuk e vija re. Më dhe një copë bukë në çantë dhe më the, ku do që të shkosh? Mos haro se kush je. Nuk e harova kur, deri në frymën time të fundit, kam qenë djali yt. Ai djali që vraponte zbathur në obor dhe ai djali që fshihej pas teje kur kishte frikë. Ai djali që të premtonte se një ditë do të bënte krenare. Nuk e di nëse ja dola, po e di që të kam dashur më shumë se çdo gjë në këtë botë. Kur të hapësh valixhen time do të gjesh pak rroba, disa fotografi dhe këtë letër. Kjo është letër, është zemra ime. Ruaje, kur të merr malli për mua lexoje. Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfi me Jete, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë rrëfimin e radhës. Dua të ndaloj tek një letër që më ka mbërritur në redaksin time, një letër e shkruar nga një baba, i cili ka kontribuar shumë vite për familjen e tij, ka jetuar edhe në emigracion, pa gruan, pa fëmijët, pa nënën, pa babain. Nuk ka qenë prezente edhe në vdekjen e tjatit, vetëm e vetëm për t'ju siguruar fëmijëve të tij një jetë më të bukur, por fëmijët e dërgojnë babain në azil. Përshëndetje Tiranë. Të rosh ashtu siç e ke emrin. Faleminderit. Po ta shkruaj këtë letër me duart që më dridhen. Jam një baba që mos qofsha kur baba. S'kishte gjë më të bukur që të marrësh emrin baba. S'kishte gjë më të mirë që të marrësh emrin baba. Unë arrita që të marrë emrin baba, por nuk mu vlerësua ky epitet. U martova në moshën 21 vjeç, me një grua që tërë jetën ka qenë e mrekullueshme. Ka patur një qëndrim që e gjithë lagja dhe farefisja kishin lakmi. Gojë ëmbël, fjalë pak,
shumë e qetë dhe shumë e dashur. Tani më vjen shumë keq që atë grua e kam lënë të vetme dhe kam ikur të punoj për fëmijë që i bëm ne së bashku. Kur na lindi djali i parë, ne u gëzuam shumë. Ishim prindërit më të lumtur në botë. Tërë natën nuk flenim duke e parë djalin na merr frym. Kishim frikë se po t'i ndalej fryma një sekond, ne na kapte paniku. Ditët kalonin, fëmijët po rriteshin, e hallet po shtoheshin. Unë i bëra 4 fëmijë. 3 djemë dhe 1 vajzë. Djemve u aplocoja të gjitha dëshirat, ndërsa vajzës më pak. Ika fillimisht një herë të punoj në Itali. Më pas nga Italia kalova në Gjermani. Punoja si i çmendur nga e hëna në të diel fare pa pushim. Vetëm që vëllezërve, familjes, fëmijëve t'y plotësoheshin dëshirat dhe të ishte jeta e lumtur. Jetova 36 vite në Itali dhe Gjermani. Nuk arrita dot t'ja bëj dokumentat gruas, por e mora 4 herë atje. U ktheva në shtëpinë time shumë i vjetër, 60 ca vjeç. Fëmijët më ishin rritur, ishin bërë burra, i fejova, i martova. Derisa unë isha në gurbet, marrëdhëniet ishin shumë të mira. Nuk secileshin jashtëzakonisht bukur me mua. Kishin respekt për mua, konsideronin respekt veçantë. Por djemtë, kur unë u ktheva, filluan që të ndryshonin. Djali i madh kërkonte që të jetoj vetëm, sepse ishte bërë me fëmijë dhe jeta po i ngushtohej. Djali i dytë po ashtu. Djali i tretë po ashtu. Dhe mua më lanë vetëm në shtëpinë që e ndërtova me mishe me thonjë, 4 katëshe shtëpi për ato fëmijë, edhe filluan më të mos të interesohen për mua. Ai që filloi të interesohet për mua në ditë të vështira, kur unë po pleqëroja më, ishte dhëndri im, buri i vajzës. Vajza më jeton në Francë. Largësia e bën të vetën. Normalisht nuk mund të jetë çdo herë kur unë kam nevojë. A fëmijët i kam këtu në qytetin ku më kanë sjellë në azil. Fatkeqësisht unë rëshkita në akull dimrit edhe e theva këmbën. Dhe prej asaj dite e kam shumë të vështirë të ngritem në këmbë siç duhet. Pasi që nuk kishte se kush të më gatuan në shtëpi, nuk kishte se kush të kujdeset për mua, nuk kishte se kush të më jep ushqimin, vendosën të më binë në azil. Por unë sot kam 3 fjalë për djemtë e mi. Ilirin, Adrianin edhe Besnikun. Babain e turpëruat në pleqëri, por më shumë turpëruat veten tuaj. Unë do të vdes një ditë, por dije që do të më kërkoni. Pasi që fare nuk më respektuat, pasurinë të cilën unë e bëra me thonjë, unë do t'ja jap ti me bijes edhe dhëndrit tim. Ndërsa ju të 3 nuk do të keni asnjë pjesë të pronës në pasurinë time. Më vjen shumë keq,
sepse ju kam dashur me shpirt dhe ju kam rritur me duart që më çashin nga puna. Por nuk e meritoni. Nuk e meritoni të keni gjën time. Rini me gratë tuaja, rini me fëmijët tuaj, ashtu si që deshët të bëni, dhe uroj me zemër që Zoti t'ju sjell gjërat e bukura. Por Zoti nuk i sjell gjërat e bukura kur ju bëni padrejtësi. Dhe uroj që padrejtësia t'ju kaploj ju dhe ju të vuani kështu si që vuaj unë. Në fakt, kjo është letra e një babai. Unë nga jeta kam mësuar që mallkimi i nënës edhe nuk të kap sepse është mallkim i kthyeshëm. Por mallkimi i babait është mallkim i rrezikshëm edhe ta shkatron jetën. Dhe mua më vjen shumë keq që ka djemë të cilët i bëjnë prindërit që të jenë në këtë gjendje. Kjo është e dhimbshme.